Hadithi numër 30 nga Ebu Hurejre radiallahu anhu, për cilët se i dërguari Allahut alayhis salam ka thënë: Allahu xhaleshanu thot: nëse robi im dëshiron të takohet me mua, dhe unë dëshiroj të takohem me të. E nëse ai nuk dëshiron të takohet me mua, as unë nuk dëshiroj të takohem me të. Një hadith i ngjashëm në një transmetim më të gjerësishëm thot nga Aisha radiallahu anha, për cilët se i dërguari Allahut alayhis salam ka thënë: atë që dëshiron të takohet me Allahun, edhe Allahu dëshiron të takojë. E atë që nuk dëshiron takimin me Allahun, as Allahu nuk dëshiron të takojë. Unë, thot Aisha radiallahu anha, thash: o i dërguari Allahut, a është kjo nga urrejtja e vdekjes, sepse ne të gjithë e urrejmë vdekjen? Ai dërguari Allahut alayhis salam tha: nuk është ashtu, por kur besimtarit i jepet lajmi për mëshirën dhe kënaqësinë e Zotit, si dhe pranimi i tij në xhenet, ai dëshiron të takojë Allahun, edhe Allahu dëshiron të takojë atë. Ndërsa kur besimtarit i jepet lajmi i dënimit nga Allahu dhe hidhërimit të tij, ai vërtet nuk dëshiron të takojë Allahun, e as Allahu nuk dëshiron të takojë atë.